A e dini se çfarë është një pasuri e patundshme? Në Shqipëri, pasuri e patundshme quhet çdo send që është i lidhur ngushtë me tokën. Parcelat, ndërtesat dhe gjithçka që nuk mund të zhvendoset pa u dëmtuar. Që të kesh një pasuri të patundshme, duhet që të plotësosh këto 3 kushte: ta gëzosh, ta posedosh dhe ta disponosh. Ta gëzosh do të thotë të kesh të drejtën të përdorësh dhe përfitosh prej saj. Ta posedosh do të thotë të jesh në kontroll real të saj dhe i njohur ligjërisht. Ta disponosh do të thotë të kesh të drejtën të vendosësh për të, ta shesësh, ta japësh me qira ose ta lësh trashëgimi apo ta dhurosh. Pra, pronësia nuk është vetëm një copë letër, por kombinimi i këtyre 3 elementeve. Po prona juaj, a i plotëson këto 3 kushte? Për më shumë këshilla mbi pronësinë dhe tregun e pasurive në Shqipëri, na ndiqni në mare.